Vaktin e parë, kurdo që mundesh me hungur, unë e preferoj pak ma vonë, vaktin e parë, me marë protein dur. Protein muj me marë prej vezës, prej djathit, prej gjalpit, kikirikot, prej kosit grek, mundu me zgjedh kosin grek për shkak që ka ma pak yndyr, ose edhe normal yndyr, po yndyr të mirë edhe jo sasi shumë të lartë. Gjatë verës, asnjëherë për shembull vajnë e yndyrna prej fast foodit prej këto, sa ato në krahasim edhe me ditë të ftofta, në ditë të nxehta bujnë dëm hala më të madh. Proteina në radhë të parë, karbohidratet mi marr pi fruta, tash edhe ashtu kemi frutat që kanë sasi të karbohidrateve, fibra të mjaftueshme, normal që i marrim gjatë ditës. Rëndësishme është kastravec gjatë gjithë ditës, për shkak që kastraveci ka sasi të lartë ujë dhe ka minerale dhe na ndikon tepër mirë për mos mu dehidru. Edhe fëmijët për shembull besoj që është njëri prej perimeve që mas shumë të e dojnë. Edhe si sallat me preferu kastravecin, tash më fshat te babi ka kastraveca të freskëta dhe dalin me mëngjes orët e para të mëngjesit, edhe gati gjatë gjithë ditës, më krejt fëmijët, se jemi krejt bashkë tash me motra, gjatë gjithë ditës e kam mësuar sallate me kastraveca e bojmë vetë. Edhe qikat pak ma të mdoja bujnë vetë ose marrin kastraveca ashtu tonë ditën dorë, ato kanë minerale, edhe nëse nuk thohet ushqimi, edhe nëse s'mundesh të pakten protein, qysh është veza, kosi, djathi, edhe sallatat. Krejt sezonale çka janë shumë të rëndësishme për organizmin për momentin.